Vllaznia bën realitet ëndrrën e saj. Shkodranët shpallën kampion për të 20-ën herë në kampionatin kombëtar të boksit për të rritur. Dita finale rezultoi spektakolare me ndeshje plot rivalitet në një pallat sporti të mbushur që ja shtoi vlerat këtij aktiviteti të rëndësishëm. Edhe në ditën finale Vllaznia dhe Tirana rivalizuan pothuajse deri në fund. Ndeshja e peshës 81 kg vendosi përballë dy shkodran. Bekim Vjerdhën që boksonte për Dinamon dhe Arion Kajoshin të Vllaznisë, një sfidë që emocionoi të gjithë. Kajoshi i Vllaznisë vetëm 19 vjeç fitoi titullin e tij të parë kampion. Një tjetër përballje që egzaltoi tifozët ishte ajo e peshës 91 kg. Në ring përballë njëri tjetrit ishin Aleksandr Ramo i Tiranës dhe Kristian Dema i Vllaznisë, një përballje që vendosi shumë për titullin kampion mes Vllaznisë e Tiranës. Demaj zhvilloi një ndeshje të bukur duke dhënë goditjet e sakta dhe fitoi takimin e tij, duke siguruar kështu praktikisht fitimin e titullit kampion. Kënaqësia pa pamë, tifozëve pa pamë, Shkoda është pa pamë, unë arrita në dorë për të natën e kampion personal dhe me këtë ndeshje kena zerë Vllaznin kampion. Ku ja dedikoni këtë fitore? I kësaj. Edhe ndeshja e fundit i takoi Vllaznisë, e cila u fitua nga Nelson Hysa në peshën plus 91 kg që fitoi dhe i Melkiat Palucës të Arenës. Shpresoj të jetë kënaqur spektatori. Ne normalisht e shijuam deri në fund. Për mua është titulli jam i 17. Ja, normalisht jam një emocionuar si për titullin e parë. Bëhet shumë qefi që arrita me ndihmu Vllaznin mu shpall kampion për 20-ën herë. Kjo tregon se jena absoluta. Ju falenderoj shumë për përkrahjen e për mbështetjen tuaj. Kur do të vazhdoj Hysa në ring? Pa marrë një medalje të madhe ashtu se kam marrë të parën me të rritë. Pa marrë me të rritë një medalje nuk larguam. Do të marrojnë lojët olimpike lojët dhe më se s'ban medalje. Për këtë zëtohem. Në fund boksierët e Vllaznisë, trajnerët e saj festuan bashkë me tifozët e shumt trofeun e 20 për Kuqiblut, i shumë pritur në Shkodër, duke thyer kështu një rekord. Titulli 20 pra e pat vetë ne i bëmi mjus spektakolare. 3 ndeshje straordinare, të 3 fituame, edhe kjo ishte Vllaznia. Unë thom bani spektakël Vllaznia, jo që emrit e bani spektakël. Ishte me të vërtet një organizim spektakolar, një aktivitet i shkëlqyer, merite pa diskutueshme e ekipit Vllaznisë, e klubit sportiv Vllaznia, shumë emocionuese për mua që ta dorëzoj këtë kupë në qytet, pavarësisht se jam Gjirokastrit, në qytetin ku jam lind dhe ku jam rrit. Pjesëmarrja nuk ishte shumë e madhe, por niveli ishte shumë i lartë. Unë jam e gëzuar shumë edhe për Vllaznin, edhe për babën tim. Nuk është hera parë që unë e njeh këtë madh në këto aktivitete kaq të bukura, por më vjen shumë mirë që këto djemë sot në këtë ring arriten me enalcu edhe herë figurën e Vllaznisë. Tu i fal asaj për 20-ën herë një kupë kaq të mrekullueshme. Është një vlerë kaq e madhe dhe kjo arenë dëshmoj më fort se kurrë se Vllaznia është dhe do të mbetet gjithmonë një aset i mirë i këtij qytetit. Tashmë Vllaznia rikthehet tek titulli kampion duke ja rrëmbyer Tiranës, fronin e cila fitoi vitin e kaluar. Boksieri më i mirë u shpall Angelo Merko Hasana i Tiranës, me tekniku Klevis Vrapi i Teudës, i perspektivës Arion Kajoshi i Vllaznisë dhe me luftaraku Tauland Zajmi i Dinamos.